punore shqiptare, kështu që kisha më lidhë për me njerë me profesionin tim, që mos më po më në tënë kështu i përgjithshëm. Ishte një pleqënar shqiptar, Gjemal Lobria, jashtëzakonisht ndër shurit shqiptar, dhe kur shkante me pleqënu rastet kontestuese që i kishin populata shqiptare, ai më së pari ju drejtonte vetës. Thoshte, oj lakmi, oj kojt, apo shkon ti, apo shkojmë na. E pyeste vetën disa herë. Derisa ishte i bindur që do të shkon, pa këtë lakmin, nuk shkon të me zgjidh rastet. Sepse kishte raste të jashtëzakonshme, njerëz të afronin atëherë, pasuri ndryshme, oferta ndryshme për me zgjidh rastet, por në mënyrë të njëanshme, jo objektive, dhe ai vendoste që kur mendon mendja e tij që do të ketë ndonjë favor, ndonjë rapol për shkak të lakmisë së tij, nuk e vazhdonte rrugën edhe që dënonte në shtëpi, nuk shkonte me zgjidh raste. Dorentin, këtë anën tjetër, po flasim pak për ta nisur kështu bisedën. Sa e ke vënë re lakmia, sa e dëmton njeriun? Ose si e percepton ti? Paka shumë të gjithë kisha pas qef njerë me na dhonjë një mendim për përshtypjen ndaj kësaj dukurie. Të doja të thoja po ta konsideroja si ambicje, por ja që nuk është, dallojnë, domethënë lakmia me ambicjen, kështu që lakmia të devijon pak nga rruga e ambicjes, e synimeve në jetë, sepse kur kalon pastaj në lakmi, për të marrë diçka më shumë se sa që e ke, për përfitime më të shumta, kështu që kjo të devijon dhe pastaj në këtë devijon në shumë aspekte, të humbe dhe njerëzillëku, qëllimet tua në jetë, i shkel pastaj të tjerët. Unë nga përvojat e mia që kam pas zakonisht kur kam punuar dhe si gazetare, praktikantët shumë i përkrahja, i mbështesja, ju spjegoja gjithçka çka unë e dija, derisa kam pas raste kur më kanë ardhur kolegë, më kanë thënë, "Hey, çka